Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasim për një nga shqetësimet më të mëdha që po kalon periudhën e fundit shoqëria shqiptare. Po flasim për vetmin e moshës së tretë, po flasim për fëmijët e tyre, të cilët prej vitesh kanë ndërtuar jetën jashtë kufijve dhe territorit shqiptar, aty ku janë integruar dhe kanë vazhduar jo vetëm shkollimin e tyre, por dhe jetën e tyre familjare. Ndërkohë që ditën e sotme në këtë studio do të rrëfehet një zonjë 60 vjeçare, intelektuale, që prej më se 20 vitesh jeton jashtë kufijve të Shqipërisë. Kohët e fundit ajo vjen një herë në 2 javë në Shqipëri, sepse babai 86 vjeç dhe nëna 81 vjeç ka nevojë për përkujdesin e saj. Ajo do të ngrejë jo vetëm shqetësimin e saj, do dali përtej shqetësimit personal në atë shqetësim kolektiv të një shoqërie që po kalojmë kohët e fundit, që mosha e tretë po mbetet vetëm, mosha e tretë të cilët nuk kërkojnë t'i bashkohen fëmijëve të tyre në emigrim, që ata t'i qëndrojnë sa më shumë pranë, por njëkohësisht janë edhe fëmijët të cilët, thash edhe një herë, janë zhvilluar në për Europë dhe jashtë Europe, kanë familjet e tyre, kanë fëmijët e tyre, sepse duket nga mosha e zonjës 60 vjeçe intelektuale që nuk mund të rikthehet në Shqipëri dhe të kujdeset për prindrit, pavarësisht se vjen shumë shpesh, por thirrja e saj do të jetë ndryshe ditën e sotme. Ndjekim fillimisht materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehem jo vetëm me zonjën, e cila përveç se është intelektuale dhe ju do ta ndiqni rrëfimin e saj, kërkon të mbetet anonim, do të na i thot ajo pse është anonim ditën e sotme, por kam edhe avokaten edhe psikologen, pra jemi një panel zonjash në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ndjekim materialin. Historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur sjell në vëmendje një nga plagët sociale të kohës sonë, emigrimin dhe vetminë e prindërve në moshë të thyer, të cilët mbeten të vetëm përballë vështirësive, si ato fizike dhe ekonomike. Protagoniste e kësaj historie është një grua 60 vjeçare, e cila prej vitesh jeton jashtë kufijve të Shqipërisë, ndërsa nga larg përpiqet të kujdeset për të dy prindrit e saj, 86 dhe 81 vjeç. Të dy kanë qenë dikur pjesë aktive e jetës intelektuale në vend. Babai i saj ka qenë artist i teatrit, ndërsa nëna ka ushtruar për shumë vite profesionin e mësueses, duke kontribuar në edukimin e brezave. Sot në moshë të thyer dhe me probleme shëndetësore, ata përballen me një realitet të vështirë. Vajza e tyre rrëfen se distanca dhe jeta në emigrim e bëjnë pothuajse të pamundur që të jetë pranë tyre për të kujdesur në mënyrë të vazhdueshme. Ajo shpreh shqetësimin se në Shqipëri mungojnë qendrat dhe shërbimet e specializuara që do t'ju vinin në ndihmë të moshuarve që jetojnë vetëm dhe nuk kanë pranë familjarët e tyre. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në studio përpara se të përshëndes edhe zonjën, që është edhe personazhi kryesor i sotëm për të folur për një temë kaq aktuale, duke qenë se kohët e fundit kemi dëgjuar edhe lajme në fakt fataliteti ku të moshuarit kanë ndruar jetë në vetmi dhe familjarët dhe të afërmit e kanë mësuar shumë kohë me vonesë dhe ndoshta mund të jenë shqetësuar nga distanca kur prindrit dhe të moshuarit nuk janë përgjigjur telefonatave të tyre. Me mua në studio Ana Pertena, avokate, përshëndetje dashur, mirë se erdha. Përshëndetje Evis, mirë se u gjeta. Në krahun tënd Irena Shanaj, psikologja, përshëndetje, mirë se erdha. Është një nga temat më aktuale, sepse kohët e fundit kanë ndodhur edhe shumë fatalitete. Ndoshta fëmijët shpeshherë humbasin atë kontaktin e përditshëm apo disa herë në ditë me prindrit e tyre për t'i pyetur si je dhe si kalon. Ndoshta kanë ndruar edhe jetë dhe kanë qenë fëmijët ose të afërmit, por edhe fëmijët që prindrit nuk po i përgjigjen në telefon dhe prej shumë kohësh ato ndoshta kanë arritur në atë fatalitet të vetëm pa arritur të kërkojnë ndihmë. Që të mos ndodhje gjithë kjo, zonja 60 vjeçare e cila jeton në mos gaboj prej 20 vitesh jashtë territorit shqiptar, e përshëndes në këto momente. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje dhe faleminderit për problemin që keni hapur të gjithë në emision, domethënë ne kemi futur si temë kryesore.
temë kryesore, sepse telefonata juaj në fakt drejtuar redaksisë emisionit Me Zemër të Hapur, bashkëbisedimi që patëm të dyja, na bëri pse jo, që shqetësimin tuaj ta bëjmë publik, pa përmendur emrat e prindërve, vendi nga ju vini, ku jetoni, vetëm moshat tuaja për të kuptuar që është e pamundur, më thej që ti udhton një herë në 2 javë afër prindërve, sepse kohët e fundit ato kanë shfaqur shqetësime. Prej sa vitesh e nderuar jeton jashtë Shqipërisë? 20 vite, dhe gjithmonë kam qenë në pjesa e përkujdesit fëmijëve, të prindërve, që vi gjithmonë, i ndjek për çdo lloj gjëje me medikamente, me pjesën e mjekëve, por dhe kam dashur gjithmonë që t'i marrë dhe aty ku jetoj, por si çdo njeri është lidhur shumë me pronën dhe me vendin e përpara se dalim tek kanë vështirë televizin. E di, përpara se dalim tek prindrit dhe sa të lidhur janë me pronën dhe nuk kanë faj se nuk janë pak pronat tuaja, por nuk do donim të hynim pikërisht në çështjen e pronës dhe lidhjen e prindërve me to, se u ta tregojmë vetëm pas pak. Çfarë të detyroi ty përpara 20 vitesh të emigroje? Me sa di unë, ti je një figurë intelektuale, nuk kërkon ta shfaqësh emrin tënd. Kam ikur në marrëdhënie pune. Pikërisht, këtë do themi. Me marrëdhënie pune dhe normale integrimi, do më dëshira për të integruar fëmijët sa më mirë nëpër shkolla modernitoze dhe aq më tepër për rrjetin social, sidomos në momentin me që po e keni si temë kryesore, po ja them këtë gjë. Domethënë është ajo fillesa që ti shikon fëmijët në rritjen tënde dhe ti në momentin që janë nëpër shkolla, ti shikon që sado që ti jep nga vetja, do marrni patjetër nga ambienti që i rrethon. Dhe ambienti që rrethonte ishte pjesa që duhet ishin patjetër fëmijë të mençur në thonjza për t'ja hedhur tjetrit ose për të luftuar edhe dhunshëm me shoqërinë. E kjo më loste pak, edhe pjesa sociale, pjesa e marrëdhënieve gjithmonë jo të shkollës, sepse pedagogët si kemi pas gjithmonë të mirë në Shqipëri, për gjithmonë kam qenë, po pjesa e ambientit që sistemi është i sikletshëm për pjesën e unit, se të kene të tërë kërkojnë të thonë unin, edhe pa respektuar edhe tjetrin në çdo lloj pozicioni që është, dhe ky uni në çdo lloj pozicioni për të shkelur tjetrin është shumë e dhimbshme dhe sa më doli mundësia për gjetur një marrëdhënie pune. Pra, ju nuk keni emigruar si shumica e shqiptarëve, por je detyruar përpara 20 vitesh të përmirësosh profesionin tënd dhe të shkosh dhe të delegohesh me punë aty ku ti jeton sot prej 20 vitesh, ke ndërtuar jetën tënde, integrimin e fëmijëve të tu, por edhe integrimin tënd, apo jo? Po. Po asnjëherë pa kthyer kokën mbrapa dhe për hir të prindërve normale, po që kam ardhur gjithmonë në Tiranë, në Shqipëri. Edhe për t'i ndjekur prindërit gjithmonë nga ana shëndetësore dhe për çdo lloj problemi që kanë pasur. Sa mbështetës kanë qenë prindrit e tu në momentin që të erdhi kjo ofertë pune, një zhvillim shumë i mirë i joti profesional, sa mbështetës kanë qenë ato për të thënë shkobi, pa i ditur se do vijë kjo ditë e sotme? Shikon, në përgjithësi, kam idenë që brezi im edhe pak më të mëdhenj se unë, kemi qenë ai brez që ne filluam nga aja çdo gjë dhe prindrit tanë kanë qenë për puna shtetërore dhe me një rrogë shumë komode, dhe më thonë shumë normale. Por gjithsesi për periudhën e tyre kur kanë qenë babi ka pas një rrogë të mirë si dhe mami, kanë qenë nga familjet me një jetë mesatare apo intelektuale që qeshin diku në Shqipëri. Por në momentin që filloi demokracia, ne jemi nga i brez që e filluam çdo gjë nga aja dhe filluam që atëri të ndihmojnë prindrit, më kupton? Në krahas shkollës unë edhe kam punuar gjithmonë edhe bashkë. Jo, dua të di sa mbështetës ishin ata që nuk do të kishin më në Shqipëri. Po, e ka pse kjo, sepse duke parë që ne po integroheshim vetë nga ana ekonomike dhe nga ana intelektuale, normali që nuk kanë qenë kur gjithmonë kanë qenë mbështetje. Qartë. Që kanë thënë po. Çfarë do të thotë për një zonjë si ju në moshën 60 vjeçare të jetë e bija e 2 prindërve intelektual, babai një artist në teatr dhe nëna një mësuese për edukimin e brezit të ri. Çfarë peshe ka pas tek ty kjo gjë?
normale, sepse janë mëritur kratyre, atëherë shiko, ka qenë një gjë që gjithë shoqëria ka qenë pjesë edukuese, pjesë e moralit në shoqëri, po edukuese do thoya kryesisht sepse siç e dëgjoj dhe shpesh në intervistat e brezit tonë që ne kemi qenë nga ata fëmijë që vinin të çelsin në qaf, na vinin prindit të çelsin në qaf kur shkonin në përpunëra, babi për shembull ka pasur punën 2 herë në ditë. Duhet ishte prezent 2 herë në ditë sepse ishin paradite dhe mbasdite oraret e teatrit. Mami me ato pjesën e ditareve mbasditeve, po gjithsesi e kam të kjo që jemi rritur me ato pjesën që na vriste dhe syri i shoqërisë nëse do arrini të bënin ndonjë gabim të voskël fëminore, jo i dhunshëm, por ishte pjesa që dije që kjo ishte edukata që ne kishim kryer, që kujdesi kjo është e moralshme dhe kjo është e pamoralshme, dhe ndërkohë kemi qenë kjo pjesa që kemi munduar edhe lotrat të ndërtonin vetë, më janë shumë gjëra që kemi ngritur çdo gjë vetë edhe përveç se anës intelektuale nga ana e tyre që na ka shoqëruar dhe kemi qenë prezent duke jemi edukuar dhe duke i parë në veprimet e tyre. Sa e vështirë edhe gjithë shoqërinë. Sa e vështirë ka qenë për ju zonjë në këto 20 vite edhe të zhvillohesh e vetë në shtetin ku ti ndodhesh sot për shkak edhe të punësimit tënd, të integrohesh atë, të rrisi dhe të edukoje fëmijët e tu, por njëkohësisht një pjesë e shpirtit tënd dhe mendjes tënde ka qenë në Shqipëri për shkak edhe të moshës së prindërve. Në këto 20 vite sa të vështirë ke pasur ti vetë personalisht? Gjatë fillimet do shikon në çdo vend që shkon ka vështirësitë e veta, ka sikletet e veta, në strukturën e të gjitha. Domethënë këtu ka ca lehtësira që ti thua ua sa mirë, për shembull ke pjesa që ti për këto randevut, më falni, për këto takime që mund të jesh institucionale apo medikale, në asnjë vend të Europës ti nuk ke mundësi që të shkosh në çdo moment edhe për një është urgjenca. Por që janë disa gjëra që janë në lehtësinë e tyre dinjësh mirë. Por pjesa tjetër ka atë pjesën që ligji ekziston, ligji respektohet, institucionet respektohen, në çdo lloj fushë. Po të menaxhosh jetën tënde atje me kokën dhe me shpirtin lënë pas këtej nga Shqipëria, dy prindrit e tu. Sa e vështirë, si e ke menaxhuar? Po, është e vështirë, sidomos tani i kam pasur fëmijët në fazë adoleshence dhe më vërtet shpesh e them që prezenca është mirë kur fëmia ti je prezent në pjesën tënde të punës për t'i ndjekur fëmijët, sidomos në moshën e adoleshencës, por që ka qenë vështirësi dhe ma besoni u bë viti 3 që unë po vi në Tiranë, nuk më pengon kjo gjë, por duke parë që vështirësitë rriten, pra pjesa e tyre shëndetësore rritet edhe më tepër, e kisha këtë frikë që do vi një ditë që nuk do arrit dot ta përballoj për të dy. Pra, duke ardhur këtu në fillim fare vija ria një javë gjysmë, tani ka filluar që ri 2 javë gjysmë, dhe në çdo ose ka qenë periudha që kam ndonjë në spitale, kam vjedhur bashkë me mamin apo me babin, se për fat keq jemi vetëm një vajzë dhe një djalë, vllai ka një punë që është gjithmonë në terren, është një djalë që punon me një punë shumë të ndershme, një vlla dhe në fakt që sem këtë gjë, por se është vinë në Shqipëri dëgjoj që po ne punojnë këtu sepse aty bëhet edhe e tjera korrupsione, nuk e di, po që është një djalë që punon në terren edhe e mban jetën familjen në mënyrë shumë të ndershme, dhe është ai shtylla e shtëpisë për të menaxhuar ekonominë. Ai jeton bashkë me prindrit apo jeton veçmas? Jo, shikoj, prindrit i kam në rrethin e Fierit, kurse vllai jeton në Tiranë. Qartë. Këtu edhe andej jashtë, më thonë. Këtu në Tiranë edhe andej jashtë. Pra, 3 vitet e fundit ti vjen shumë shpesh, apo jo? Çdo muaj. Çdo muaj. Çdo muaj dhe përveç asaj kam edhe një grua që më ndihmon në tek shtëpia e babit, që gjithmonë flas me atë dhe gjithmonë, domethënë është prezente në momentin që unë e marr mamin në Tiranë. Këtë periudhë kam mësuar ta marr mamin në Tiranë, sepse është, si ta them, nuk është më konsciente për të thënë jo për një gjë që nuk e do, se dikur nuk vinte ke shtëpia e vëndrit që janë këto zakonet. Dorima më ke shtëpia ime, por që nga që është paralizuar shumë, edhe kështu që ajo është
ka nevojë për një shërbim dhe unë e bëj këtë gjë dhe për të ndihmuar edhe atë gruan, kështu që duke marrë gjithmonë barën e gjithë këtu dhe ndërkohë i bëj dhe pjesën medikale. Pra, mami është në një gjendje më të rëndë se babi dhe babi gjatë gjithë kohës i ka shërbyer, por babi duke qenë edhe në moshën 86 vjeç. S'mund të them që ka qenë në shërbim që ai ishte lodhur, më kupton? Sepse mami në momentin që tani kur ta them është ka një lloj stabiliteti të sëmundjes sepse ka pasur një goditje në tru që quhet dystonia, jo demensha. Jo si duan dikur me Parkinsonin, me Alzheimer, gjitha këto shenjat i kaluan, tani quhet dystonia që kanë bërë dhe një ndërhyrje vaskulare këtu në Tiranë dhe doli me shumë sukses, por ndërkohë paralel dhe asaj ka kapur pjesën e zhvillimit të trurit, domethënë ka kujtesën e largët, por edhe kjo pak a shumë po i venitet, por shqyr që nuk neve na kujton emrat e mi për vembesave, kujton ndonjë episod kur e pyesim, por ka filluar sa më shumë po i venitet kjo kujtesa, por është si një bebe sa po lindur, që ti duhet t'i bësh të gjitha veprimet t'ja bësh ti dhe edhe ka dëshirë të risa më shumë shtrirë, por mundohem nga miku që më thotë që mundohesh ta bësh sa më aktive. Dhe unë prandaj dhe marr dhe mbaj këtu se ja bëj veprimet më mirë fizikisht. Ndërkohë, ajo gruaja është më i qetë në momentin që i ndihmon babin për një gatim, se babi ka pasur shpesh probleme të tensionit. Edhe të dhimbjeve të gjujve. Derisa tani këtë javë ai pati një aksident dhe prandaj edhe ndihem keq sepse dhe unë vetë kam një problem shëndetësor nga hernia diskale dhe nuk mund të ngresh shumë peshë. Domethënë e mbaj mamin me cikletë dhe unë kam problemet e mia. Po gjithsesi edhe kjo goditje që na ra me njëherë e babit me atë aksidentit që te u legeni dhe kemi bërë operimin ditën e mërkur. Doktori sa pa më rak se do e ngrem, po që prapë pesha një mashkull, unë e kam shumë vështirë ta ndihmoj. E qartë. Edhe babi ka qenë një mbështetje shumë me madhe edhe për mamin, por tani edhe ai ka nevojë për suport, aq më tepër dhe juve. Si prezencë, më kupton, jo ndihmës, po si prezencë në kuptimin që edhe i ka dhënë një frut në moment se ai ori shtrir. I ka dhënë një frut apo mund të ketë dhënë një supë në një momenti që është se ka atë dëshirë për të ndihmuar. Domethënë që është prezenca dhe është gjë e mirë. Megjithatë më thej që në Shqipëri është edhe vllai yt apo jo, në Tiranë, pavarësisht se ka punën gjatë gjithë kohës në terren. Ai po merret të ditë me pjesën e spitalit, nuk po shkoj dot unë. Në Sherapar nuk po shkoj dot në spitalit, se ka mamin. Pra ti rri me mamin dhe vllai po kujdeset për babain. Këtë javë po shkonin vllai lart e poshtë për logjistë punë gjithçka. Dhe ai ishte në përspitale. Dhe kjo është një kosto, ëh? Meraksis më ka hapur rast telefonin e vllavit, kam uroj mos ketë ndonjë problem. Sepse është shumë korrekte kjo pjesë, nuk e di, uroj që t'jenë mirë aty në spitale dhe se ka shkuar shëmgjesit më ka kthyer përgjigje. Se domethënë vllai po merret me babin në gjendje spitalore, që akoma domethënë sot doktori tha që mund ta ngrem për të bërë këto lëvizjet e para fizioterapiste, po që jam i sigurt që do kemi nevojë për një ndihmë tjetër. Po, dhe kjo ndihma tjetër do dalim vetëm pas pak. Sa mikesha të tua që kanë të njëjtin problem si ty? Ndërvite duke kërkuar, se nuk është se këto 3 vite, po ndërvite nga që duke parë ato, do të thajt brigadin që se më kokëfortësin, po edhe ato pa mundësi që babi nuk do të lëvizë, se ai ka qenë më kokëfort, dhe më ka qenë më këmbgulës se pjesa që nuk do të lëvizë nga prona ime, se faktikisht ka një vend të mirë, ka një vend të gjelbëruar, ka mami ka qenë shumë e dëshiruar dhe të dy për të mbjellë sa morën ato tokat, atëherë pronën e tyre kanë mbjellë jo peme këtu pemtari, edhe kanë shumë dëshirë që të jenë aty, edhe s'ka dashur të lëvizë nga ambienteve. Domethënë historikisht kam kërkuar që nga që është edhe shtëpi e madhe, kam kërkuar gjithmonë menduar që të gjeni ndonjë familje të re, ndonjë çift që nuk kanë mundësi financiare të blejnë një shtëpi ose janë nga zonat e larta dhe duan të jetojnë në një qytet. Do ishte mundësi shumë e mirë, domethënë është ky zinxhiri që unë e shikoj shumë në përballë, që ekziston zinxhiri social i nevojave. Pra deri ke personat që janë jetim, deri ke pjesa e zonjave që mund të kenë par probleme në jetën e tyre dhe jetojnë vetëm me fëmijën e tyre. Që janë kryefamiljare.
pra probleme të ndryshme sociale që këto bëjnë zinxhire dhe i fusin në interesa për të integruar njëri tjetrin. Për shembull, po të jetonte një njerëz, të paktën e bani mend që fëmijët e parë që ishin pa mbaruar shkollën e mesme, kanë shkuar në Europë apo në Amerikë në për shtëpi të dy të moshuarve për të ndonjur dhe ata janë bërë fëmijët e tyre, i kanë pranuar si fëmijët e tyre për të marrë secili përvojën e tyre. Ata kanë pas nevojë për një ndihmë të një njeriu dhe ndërkohë njeriu ka marrë përvojën e të moshuarve. Pra ky rrjeti, unë mendoj që ishte shumë gjë e mirë në Shqipëri dhe kam vite që kërkoj këtë gjë në Shqipëri. Jam munduar herë që kam ardhur të lidhem me institucione, por nuk kam pas sukses. Pra, zinxhiri social, thoni ju, ka një lloj përballje midis mentalitetit dhe vendit nga ju jeni prej 20 vitesh edhe në Shqipëri nuk funksionojnë mirë këto hallka. Dalim në hapësirën e parë publicitare, rikthehemi jo vetëm me rrëfimin e zonjës, por edhe mënyrën se si ajo i tregon gjëra dhe çfarë duhet zgjidhur në shoqërinë shqiptare për këtë zinxhirin social që nuk, me sa duket, nuk ekziston, apo hallkat nuk janë të lidhura me njëra tjetrën, në mesazhin e saj personal që ndoshta një familje, burr, grua dhe fëmijë duan të kontribojnë në familjen e dy të moshuarve që janë prindrit e zonjës, që duan të jetojnë në një qytet, në një pronë me të gjitha kushtet, ku edhe gjelbrimi, edhe lulet, edhe natyra është me sa duket pjesë të përditshmes. Pranë familjes së prindërve të zonjës ndodhet edhe një shkollë ku mund të shkollohet edhe fëmia e çiftit nëse duan nga zona të thella të vinë dhe të kontribojnë, mund të lidhen drejt për së drejti me redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur. Numrin e tyre do t'ja kalojmë menjëherë zonjës në fjalë. Ne rikthehemi në pjesën e dytë për dëgjuar edhe komentin e të ftuarave të mia, çfarë parashikon ligji, si është lidhja emocionale dhe psikologjike prind-fëmijë në moshën e zonjës dhe të prindërve të saj, menjëherë pas hapësirës së parë publicitare. Pas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Nuk e di në qoftë se më ndjek zonja apo jo. Zonjë, më dëgjon? Po, jam i juve. Okej, atëherë, jam shumë kurioztare të di nga biseda paraprake që kemi zhvilluar bashkë, relativisht e gjatë për të kuptuar edhe pse jeti sot në këtë studio. Ndoshta pyetja e publikut është edhe një pyetje që unë ngrita që në krye të herës. Çfarë ju bën juve që sot të jeni në një anonimat të plot? Sepse jeni intelektuale, me prindër intelektual, krenarie e këtij vendi, çfarë ju bën të mos shfaqeni? Por të shfaqni vetëm problemin. Po, shiko, nga që është një çështje e përgjithshme, është një çështje që kanë kaluar breza dhe po e vazhdon pa e përjetojnë, mos të ngelet vetëm si figura ime, po të ngelet si çështje e përgjithshme, domethënë çështje që është në shoqëri, në të gjitha shoqëritë, nuk është vetëm në Shqipëri kjo gjë. A do kishe paragjykime nëse do jepje identitetin, emrin dhe gjithçka tjetër të prindërve dhe të? Kam një lloj sepse do më njohin njerëzit, të dua që të dalë emri dhe për këtë problem. E kuptoj. Mirë, të ndalojmë pak këtu, duke folur për këtë zinxhirin social që ju e përmendët, hallkat të cilit nuk ekzistojnë në Shqipëri. Si funksionojnë në vendin që ti je? Shiko, kur nisa këtë hallkave ka provova këtu, kam provuar edhe me shoqatën e jetimëve, edhe me shoqatat e grave që janë të dhunuara dhe jetojnë vetëm duke marrë ndihma sociale nga shteti shqiptar. Apo nga shoqata të ndryshme, nuk e di, dhe e kam tentuar dhe sa herë që e kam kërkuar, nuk kam arritur dot në një përfundim. Dhe më kam bërë vështirë kjo gjë që vetë zonjat, nuk e di, ndoshta bëj mirë qesen që vetë zonjat që janë nevojtare për të pasur, për të integruar në shoqëri bashkë me fëmijën e tyre, prapë i shmangin kësaj gjëje, thonë, ok, jetoj më mirë me këtë pjesën e ndihmës dhe më mjafton kaq. E qartë. Pa atë dëshirën për të, sepse ndjen justifikimin që duhet të mbaj fëmijën tërkohën dhe s'ka kush ma shoqëron fëmijën, ndërkohë çdo çift e ka këtë pjesën që fëmijën e çon në shkollë dhe prapë bën edhe punën, më kupton dhe më ka bërë përshtypje. Gjithsesi nuk e di, a ndoshta janë kthyer në një lloj dembelizmi të kësaj ndihmese dhe nuk duan të integrohen,
është një pikë pyetje që unë e ngre. Po, ne folëm pak më përpara dhe për emigrimin tonë në vendet ku je ti, europiane dhe jo vetëm, edhe në për vende të ndryshme botërore. Mund të ndalemi pak tu, atje në fakt nuk mund të jesh kaq dembel, ju thatë pak më përpara që ka të rinj që kanë bërë kujdestarin e moshës së tretë, apo edhe babysitterin, kujdestarin e fëmijëve. Po, më fanë se nuk e... Ose, punojmë tokat në Greqi, në Itali, apo kudo tjetër, por nuk punojmë tokat në vendin tonë. Tani, lëm tokën tonë dhe shkojmë e punojmë diku tjetër. Ose nuk dalim çoban me dhënë tonë, po shkojmë e punojmë çoban në Greqi, apo në Itali, apo kudo tjetër. Prandaj këtu, pse jemi kështu? Te kjo pjesë me që ka te këtë fushë, unë aty ku jam investohet shumë, shteti investon shumë për pjesën edhe kanë dhe ata problematikat të tyre, por shteti investon shumë për periferi, për zonat rurale. Jo, e kapim edhe tek kujdestaret e moshës së tretë. Pra, ka zonja të nderuara të cilat mund të jenë kryefamiljare dhe pretendojnë të rrinë në shtëpi, të marrin atë ndihmën ekonomike që një familje normale mund ta konsumojë brenda ditës, ato e kanë një kosto mujore dhe ndërkohë kur kërkojnë të shkojnë jashtë, atje përkujdesen edhe për kujdestaret edhe kujdestaret moshës tretë. Mos e ndajmë vetëm tek disa se sa mbështet shteti ku ato shkojnë në profesione të tilla. Pra, pse ne në Shqipëri nuk e bëjmë këtë gjë dhe kur ikim jashtë e bëjmë? Shiko, është një lloj egoizmi në Shqipëri, ose një lloj inferioriteti ndar të tjerëve dhe një lloj, më thënë pjesa e dukjes që secili do të duket mbi tjetrin dhe e thash pak më parë dhe kjo mua nuk më ka pëlqyer kurrë dhe pse kemi qenë... Pra e kam për turp të punojnë në Shqipëri profesione të tilla? Po, dhe duhet të duken. Është ajo egoja, uni që the. Edhe në rritin kur ti punon, e vëre këtë gjë që dhe më thënë se cili mundohej që të dilte mbi një person që ka një vlerë më të shtuar në shoqëri, edhe ndërkohë ti nëse ti e barazon dhe mban afër vetes prap. Më thënë janë këto gjëra në Shqipëri ose ama jashtë nuk na bën përshtypje se nuk na një njëri. Janë shumë më të thjeshtë. Janë shumë më të thjeshtë kjo pjesë dhe të paktën unë edhe aty ku punoj janë koka dhe në kuptimin shumë intelektual në gjitha fushat që edhe janë njerëz shumë të thjeshtë edhe te pjesa e qasjes që kur vinë me bicikleta në punë, nuk vinë me makina luksoze të tjera. Nëse këto janë përdorin metro, përdorin trena. E vërtet, nuk përdorin makina, përdorin edhe metrot, edhe autobusët, edhe trenat. Po, gjithmonë në sistemi, po, ama edhe shteti investon se kjo pjesë. Dhe më thënë shteti, përveç se investon edhe fiton nga këto nga shërbimi urban. Kur je emër i njohur në një fushë të caktuar, intelektual të bën thjeshtësia kërkon të më thuash, apo jo? Po. Dhe jo profesioni që ti bën apo njihesh në shoqëri. Mirë, dua të fus pak në bisedë edhe dy të ftuarat e mia. Unë e paraqita pak më përpara, në studio kam avokaten zonjën Ana Pertena, çfarë duhet të përmirësohet në ligjin për moshimin, për moshën e tretë, por edhe psikologen Irena Shana për të kuptuar edhe rolin tuaj zonjë, se je në moshën 60 vjeçare dhe ke një familje dhe ke një profesion për 20 vitesh të zhdashur, pra ftesa të ka ardhur si një zgjedhje që duhet të shkojë dhe jo si një zgjidhje për të mbijetuar, prandaj, por në fakt edhe prindrit e tuaj që të lidhur me pronën. Fillimisht tek psikologja. Irena, është nga ato rrëfimet që ke kënaqësi, edhe unë jam ndryshe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, kur kam tema të tilla dhe kam personazhe të tillë që duhet flasë edhe më pak, duhet të diskutohet për të dalë nga uni, nga ajo tema dhe personi në fjalë, për dalë edhe tek problemi që është i shoqërisë së kohëve të fundit, pra. Thash edhe më parë, nuk do doja ta mërzisja pak të zonjë, kur themi që ka edhe fatalitete. Kohët e fundit kemi dëgjuar për fatalitetet e moshës së tretë, të cilët janë gjetur të vetmuar, kanë mbyllur syt pa pasur dikë pranë. Sa shqetësuese është kjo? Ashtu si që edhe ti e vist, ishte shumë kënaqësi të dëgjonim rrëfimin e kësaj zonje të nderuar, si një shembull kurajoje, force, këmbënguljeje, vendosmërie, po aq sa edhe një shembull dëmshurie dhe kujdesi. Padyshim që
nuk është duke folur në mënyrë të izoluar për rastin, pra nuk është duke ngritur duke dhënë një apel për familjen e saj, por është një apel që i përket gjithë shoqërisë shqiptare, sepse po pasqyron realitetin e trisht me të cilin po përballet familja shqiptare aktualisht. Pra po flasim për brezin e moshuar, po flasim për moshën e tretë të lënë të vetëm, dhe fëmijët e tyre dhe të rinjt shqiptarë që po emigrojnë dhe po integrohen në vendet jashtë. Dhe po thellohet dita ditës gjithë edhe më tepër një ndarje fizike, po aq sa edhe emocionale. Kështu që është edhe një thirrje për zgjim. Do doja ta specifikoja këtë mbetur vetëm mosha e tretë, pasi zonja thotë që unë kam edhe vllajin i cili jeton e punon në Tiranë dhe prindrit nuk kanë dashur as tek vllai dhe as jashtë tek zonja për t'u bashkuar jetës së fëmijëve. Tani, janë dy prindër intelektual që gjithë jetën prindrit tanë kanë luftuar për ta bërë ne këto që jemi sot, apo jo. Dhe kur të vjen një ofertë pune e tillë, jo vetëm që nuk mund ta refuzosh dot, po është ëndra e çdo prindi, po edhe vetë zonjës për të jetuar në atë vend dhe për të kontribuar në atë vend dhe më pas, pse jo, kontributin e atij vendi ti ta sjellësh edhe në Shqipëri. Ka qenë e pashmangshme vajtja e zonjës jashtë kufive të Shqipërisë për 20 vitesh. Aty më pas integrimi dhe punësimi i saj ka sjellë edhe krijimin e asaj familje, kam qenë me fëmijë adoleshent që duhet të qëndroja pranë ta. Pra ajo flet edhe në këndvështrimin e nënës, se si do jetë jeta e saj nesër pas nesër kur të jetë në moshën e prindërve dhe fëmijët të bëjnë zgjedhjen e tyre. Por çështja është që brezi i tretë është shumë i lidhur me pronën dhe jo vetëm me shtëpinë, se alternativa mund të ketë qendra të moshuarve siç janë azilët, por që mbetet një tabu për shoqërinë shqiptare, vajtja në azil. Se vajtja nëpër këto institucione, zonja thotë shumë mirë, nuk ka qendra ditore. Pra, duhet të ketë qendra ditore, gjë që nuk ka edhe për fëmijët qendra ditore ku të shkosh, përveç se fëmijëve me aftësi të veçanta po. Jam dakord që Bashkia e Tiranës e ka një të tillë, por në bashkitë e tjera nuk ekzistojnë Iren dhe për këtë ne po flasim. Pra të ketë një qendër ditore ose të ketë edhe roli i punonjësit social. Unë nuk e kuptoj, domethënë këtë rolin e punonjësit social, që punonjësi social duhet të rrinë në zyrën e tij dhe të jetë dikush që të shkojë edhe ti trokasi. Jo, punonjësi social ka një tjetër rol, qoftë edhe në Itali, qoftë edhe në Greqi, që punon 24/7. Vetëm për një martesë, për të gjetur në qoftë se është martesë fiktive apo jo, vetëm për dokumenta, punonjësi social shkon edhe në 2 të natës, edhe në 3 të natës. Ndoshta punonjësi social këtu ka një tetorash që shumicën e rasteve nuk e gjen as në zyrë dhe kërkon që ti viti kush e ti trokasit e dera. Jo, nuk është kështu. Pra, duhet ketë një statistik, një database, të monitorojnë të moshuarit, punonjësi social të ketë, dhe të integrohen, absolutisht. Edhe fëmijët, edhe të moshuarit, pse jo, çfarë problemi ka këtu, që punonjësi social që mbulon një zonë të caktuar, të bëj një listë dhe një orar ku do jetë në zyrë, ku do jetë në mbledhje, ku do jetë tek të moshuarit edhe tek fëmijët. Pse kemi këtë rol të punonjësit social ne, të pa konsoliduar ende? Jo vetëm i punonjësit social, por është një nevojë e jashtëzakonshme edhe për rolin e kujdestarit social. Pra, ai njeriu që duhet të përkujdeset për nevojat e tyre fizike dhe përtej. Mosha e tretë, pra brezi i të moshuarve, përballet me një dukuri psikologjike që quhet sindroma e foles boshe. Që do të përmendur dhe herë tjetër. Që do të thotë shëndeti i tyre fizik fillon të rëndohet dhe të përkeqësohet pikërisht nga përjetimi të jetë i thellë, të jetë intensiv, të jetë i fortë, i ndarjes fizike nga fëmia. Sepse ajo shtëpi që ka qenë gjithë jetë, gjithë zëra, gjithë gjallëri, gjithë aktivitete familjare, gjithë dreka, darka familjare, gjithë ditëlindje, gëzime, suksese, të ndara së bashku, tashmë është thjesht një hapësirë zbrazët, ku janë vetëm 2 të moshuar mes ankesave të tyre trupore, mes nostalgjisë,
dhe që perceptojnë një gjendje vetmie të thellë dhe hera herës dhe një ndjenjë të lartë braktisjeje. Pra, ashtu ndjehet. Ata nuk janë të lënë vetëm. Në rastin e zonjës, jo, absolutisht. Zonja thot që unë vi shumë shpesh, një herë në 2 javë, një herë në muaj, mundohem që të jem aty e pranishme, jam që gjithë kohës në komunikim, dhe ata janë me fat për fëmijët që kanë edukuar dhe ju dëshirojmë gjithë këtij brezi që të kenë një lidhje emocionale kaq të konsoliduar dhe një prani dhe një përkujdesje po kaq cilësore, ama duhet kuptojmë që pas rezistencave kaq të forta të këtyre të moshuarve, ekziston një gjendje dëshpërimi. Duhet të punohet dhe të komunikohet edhe të ndërtohet vlera e brendshme, sepse janë pikërisht në atë stadin e zhvillimit që quhet generativiteti kundrejt dëshpërimit. Pra, ata duhet të ndjejnë që janë krenar për gjithë rrugtimin e tyre jetësor, që kanë edukuar këta fëmijë që janë model, këta fëmijë që kanë ditur të integrohen në botën këtu dhe në botën jashtë me shumë ndershmëri, me shumë zotësi. Irina, ne faktikisht shpesherë kur flasim për këtë sindromën e foles Bosch në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, dhe unë do doja ta prekja pak me ty se çfarë është për ta kuptuar ata më shumë, ti në një farë mënyrë e kuptove, ku stresa familjare ka qenë plot gjallëri tashmë për shkak të emigracionit, largimit të fëmijëve, krijimit të jetës së tyre, ndoshta edhe për shkak të distancës nuk është më siç ka qenë më përpara. Ne duhet flasim pak edhe jo më kot, unë e përmenda moshën e zonjës, ajo është 60 vjeç dhe ndërkohë ti e kupton që për muaj ajo vjen dhe qëndron me prindrit çdo një javë e gjysmë, tash një është shtyr gati edhe në 2 javë. Edhe fëmijët në largësi përjetojnë trauma kur nuk përgjigjet prindi në telefon, kur vonon ajo telefonata e tyre. Ne dëgjuam pak më përpara që tha, ne jemi ndar vllai me babain në spital dhe unë me nënën këtu në shtëpi dhe jam në merak, thot se vllai nuk më përgjigjet, ndërkohë që kanë filluar edhe ato seancat e para të fizioterapisë dhe kur shkohet në fizioterapi nuk mund t'i përgjigjesh dot telefonit shumë shpejt, siç ndodh rëndomt. Prandaj duhet flasim pak edhe çfarë përjetojnë fëmijët, Absolutisht. Se jemi në flasim çfarë ndjejnë prindrit, por thash edhe një herë, prindrit e zonjës prandaj thanë dhe i hapun krahët 20 vite më parë, shko se ti je realizimi i asaj që ne kemi synuar në jetën tonë, pa e menduar këtë ditë të sotme. Edhe për fëmijët është një barë, është një peshë goxha e rëndë psikologjike dhe emocionale, sepse fëmijët përballen dhe bashkëtojnë me një ndjenjë ankthi kronik, me ndjenja vetfajsimi, me një shqetësim dhe me një tensionim të vazhdueshëm. Në çdo telefonat të pahapur, ata gjenden në gjendje alarmi. Shpirti i tyre është në alarm, trupi dhe truri i tyre është në alarm të vazhdueshëm. Do ishte e udhës që këta prindër të ndërgjegjësohen që të jenë pranë fëmijëve të tyre në rrugtimin e tyre të suksesit, në rrugtimin e tyre drejt një mirëqenjeje më të mirë, drejt krijimit të mundësive më të mira për veten e tyre dhe për brezat që do vinë pas. Zonja thotë vendosa që hallin tim ta bëja më të përgjithshëm. Sepse është të mos dilja me zënë me figurë kush jam, ose të mos mbajmë mend në popullat që dëgjon. Në këtë moment unë po kaloj këtë moment të vështirë, por që unë të mbaj mend për këtë moment. Shumë e drejtë, sepse nuk është rasti izoluar i kësaj zonje, është rasti klasik i edhe një gjithë zgjidhje shoqërisë. shumë të mirë. Ne jemi në një qytet. Kush qift që është bashkë me fëmijët, qifti i ri që kërkon që është në zona më të thella, të vi më në qytet, të ketë një punë të përditshme, të ketë një strehim siç është streha e prindërve të mi, siç është ajo oborri i mbushur, baçja e mbushur me pemë edhe me lule, të kujdesen për këta dy prindër, të marrin një rrogë të caktuar që do binë dakord me zonjën, të çojnë edhe fëmijët se pranë shtëpisë së prindërve ndodhet edhe një shkollë të kenë mundësi edhe për të shkolluar
fëmijët e tyre. Pra, si të duket si zgjidhje? Se zonja këtë apel kërkon të japi sot, kushdo që na ndjek në transmetim të drejt për drejt. Patyshim që do kalojnë në disa filtra, se jo kushdo mund të futet në shtëpinë e prindërve të saj. Pa diskutim që është një zgjidhje shumë e këndshme, shumë e butë dhe shumë e ngrohtë dhe do ishte ndihmuese për të dyja familjet. Gjyshërit në një moshë të atill aq të thyer do çeleshin. Se do kishte më gjallëri ajo familja që do ishin ata të vegjlit që do t'i sillnin jetë. Foleja nuk do ishte më bosh. Do t'i sillnin jetë mureve të asaj shtëpie, baçes së asaj shtëpie. Do ishte një zgjidhje fantastike dhe më duket shumë realisht shumë e bukur dhe shumë empatizuese si qasje edhe për familjen që vërtet është duke kërkuar një strehim, është duke kërkuar mundësi për të edukuar fëmijët, është duke kërkuar një hapësirë për të integruar fëmijët në atë zonë, në atë komunitet. Mirë, dua të kaloj pak tek zonja, zonjë më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Atëherë, po, unë dua të ndaloj pak edhe në një tjetër problem. Kemi një qasje ne si shoqëri dhe si popull pak të ashpër ndaj edhe këtyre institucioneve të të moshuarve siç janë azilët. Po, e kam vërë këtë gjë në disa intervista ku kanë shkuar gazetarë të ndryshme në ditë të caktuara për Christmas në një gjë tjetër. Më ka bërë përshtypje këndvështrimi gazetarëve ndaj shtëpisë të moshuarve. Më bëm përshtypje se nuk i bëjnë një pyetje se çfarë aktiviteti keni si po integroni. Po pyetja e parë që po mërzitesh të ka ardhur njëri, sa herë të ka marrë në telefon e tjere. Domethënë këto gjëra nuk janë mirë edhe kur i pyet këta të moshuar. Përkundër se bësh një pyetje sa më optimiste si çfarë që janë këto qendra ditore. Pra si po e kaloni ditën me personat që shërbejnë këta persona sa aktiv janë ose sa ju lodhin, sepse është një lodhje shumë e madhe, unë po e kuptoj, është një 24 duke marrë vetëm me një të moshuar. E kuptoj. Qartë. Mirë, qëndrojmë tek po. Punoj online. Pra e shoh një lloj këndvështrimi jo pozitiv nga ana e pjesëtorëve që bëjnë. Ndoshta është edhe s'kan faj sepse është lloj mentaliteti në Shqipëri. Është brumosur gazetari, është brumosur i tillë që ta pyesin sa të mungon familja, e vërtet. Me një lloj keqari dhe unë pash edhe zonjën Tinka që ka shkuar me dëshirën e saj atje ku ka shkuar. Pikërisht për hir të kushteve që ka. Përveç asaj dhe për hir të neve sepse duhet kuptuar edhe vetë personi që shkon aty, pra vetë individi është më integruar sepse nuk ka para ftyrës vetëm fëmijën e vet që shërben, por ka do krijoj një miqësi, do bëj një lojë bashkë me njëri tjetrin, pra do jenë më aktiv në jetën e tyre. Pra kanë shërbimin, kanë integrimin, kanë shoqërinë, kanë bisedat e tyre që nuk i bëjnë dot në vetmi. E vërtet. Në vetmi nuk e bëjnë dot për hir të shëndetit që kanë, nuk kupton se edhe mund ta bënin nëse do kishte shëndet mirë. Pra bota nuk e ka këtë lloj mentaliteti për azilin, apo jo? Jo fare. Madje kanë stimuluese. Stimuluese dhe ndërkohë do thoya edhe të tjetrën që është edhe një lloj sistemi tjetër, të paktën aty ku jam unë, po më duket se kam dëgjuar që është në mbar Europën, që është shërbimi medikal, transportues, pra në qoftë se i moshuari nuk vjen dot, s'ka mundësi fizike për të lëvizur për shkuar në një qendër të moshuarish, është grupi, është qendër medikale që shkon dhe i shërben atje në disa pika të ndryshme. E vërtet, e vërtet. Një pagesë ose nga shteti që kanë pra shërbime të ndryshme si medikale, si pjesën e pastërtisë dhe këto që ose vjen për shembull edhe për t'i lexuar një libër, edhe për t'i shoqëruar orare të ndryshme. Qartë, ose në aktivitete, në kinema, në teatr, në shfaqje operistike, është e vërtet gjithçka. Përveç asaj, por edhe në momentin që personi nuk ka mundësi fizike për të lëvizur, i shkojnë dhe bëhet shërbimi edhe në apartament, në shtëpi. Tu ndodh edhe në fakt për nënat që sjellin në jetë fëmijët e tyre, që në momentin që ato dalin nga spitali dhe shkojnë me foshnjën në shtëpi, është një staf mjekësor që shkon dhe jo vetëm lan bebin, por edhe mëson nënën për t'i dhënë gjë apo për ta ushqyer të voglin e saj. Mirë, ndjekim publicitetin e dy, do rikthehemi shumë shpejt bashkë.
Mbas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, përpara se fjalat kaloj tek zonja Ana Pertena, tek avokatja jon, tek përmirësimi i ligjit për moshimin, dua të kaloj pak tek zonja. Zonjë, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Atëherë, do doja të bëja një pyetje. Ti, vllai, fëmijët e tu, bashorti, edhe familja e vllajt, keni diskutuar ndonjëherë për vajtjen e prindërve tuaj në azil? E kemi diskutuar, por prapë thash babi kur s'ka pranuar që të vike ne, Po? do jetë shumë edhe më këmgullus për të shkuar në një azil. Pastaj edhe unë vetë, kur ka mundësi për shembull që vi dhe po e çova në azil, nuk do kem mundësi që të shkoj të shërbej atje, të nuk do më lejoj njëri që të shërbej atje, apo jo. Megjithatë, ndahen azilet shtetëror me pak privat që kanë filluar kohët e fundit, se privati ndoshta për të moshuarit që ka nevoja specifike si prindrit e tu, edhe mund të përkujdesen në këto shtetërorët është paksa, nuk e di, më e tërhequr stafi për të pasur si puna e nënës tuaj që ka edhe problemet emocionale, psikologjike, por edhe fizike. Nuk e di do me thonë mirë se si funksionon, por ti thej që unë nuk mund vi do të në Shqipëri në qoftë se ato do shkojnë në azil për të përkujdesur ato ditë që do qëndrojnë në Shqipëri, apo jo? Unë mund të flasë në kuptimin, nuk e kam provuar. Thjesht ma besoj një telefonat të parë kanë bërë vetëm dje për të provuar çfarë kushte kanë dhe duhet vetë të shikoj vetë, por që thjesht ishte një pyetësor, por jam e sigurt që unë e bëra për ndërgjegjen time. A pe një hezitim, më falë, ti bëre një telefonat dje në azil, apo jo, privat apo shtetëror? Nuk e di çfarë ishin, por që besoj se privat. A pe një hezitim kur i the diagnozën e nënës edhe të babait? Jo, nuk pati hezitim, ishte të dashur, vetëm më dhanë edhe locationin që unë të shkoj, por pas telefonatave prapë bëj analizën që unë i bëj vetëm thjesht për ndërgjegjen time për kuptuar, por thellë jam e sigurt që babi nuk do pranoj, se ai nuk është se ka probleme të shëndetit mendor. E qartë. Një tjetër problemi babaj, do vi dhe fizioterapisti në shtëpi, apo duhet jetë në qoftë se falë këti emisioni arrini të gjeni edhe një qift. Ndoshta zotria mund të përdori një makinë për ta çuar tek fizioterapistin, nëse është qift me fëmijë. Dhe zonjat për kujdeset për... Më kuptoni, vetëm duam një njëri që të paktën të jetë edhe, domethënë një qift që të jetojnë aty dhe të jenë edhe natën. Më kupton se ja për shembull babi kur ka rënë natën. A e kuptoj, qartë. Ka thyer legjen. Bile ne kemi edhe kamera, e qartë. Që ti shohim, po ishte një pozicion që unë nuk e kam parë dot. Abi na e kanë dhënë gati 2 orë i rrëzuar atje. Mirë, unë e kuptoj peshën e ndjenjës së fajit, por edhe kamera nuk është zgjidhje për ty se nuk mund të rish 24 në 24, edhe ti do këputesh do flësh gjumë në orët e gjumit, të moshuarit ngrihen gjatë natës disa herë. Ja, ta dëgjojmë pak edhe avokaten. Ana, do doja të dija çfarë përmban ligji për moshimin dhe çfarë duhet përmirësuar së fundmi. Si mendon ti? Evis, po shkojmë paralelisht me botën. Edhe po moshohet popullsia edhe në Shqipëri. Ka qenë më e re, po vjen po moshohet. Ka qenë në përbot më përpara, njerëzit kanë dalë, kanë parë që moshimi po vjen për të gjithë, po për Shqipërinë, me ikjen e të rinjve, po moshohet edhe më tepër. Dihet edhe fenomeni i largimit të fëmijëve nga Shqipëria për shkaqe të ndryshme, siç është rasti i zonjës në rast të shkollimi apo punësimi. Për kushtimi të rinjve drejt karrierës dhe bërja e fëmijës në një moshë relativisht të madhe. Duhem pranuar rrethanat ashtu siç janë. Dhe për numër popullsie ne kemi tani për familje një fëmijë e gjysmë, mos gaboj. Ndërkohë që me moshimin e popullsisë nuk shkojnë paralelisht shteti me produktin. Pra kemi një produkt moshimi ndërkohë që shteti nuk i ka marrë masat. Nuk është i përgatitur për këtë gjendje sociale që po gjejmë tani. Tani çfarë ndodh? Ky aspekt për mendimin tim është edhe social edhe juridik. Vërtet. Po në rastin konkret mendoj që nuk ka produkt juridik, për shkak sepse ligji thotë që në momentin që prindrit kanë nevojë, nuk kanë mundësi ekonomike, financiare etj, atëherë ligji të detyron që nëse janë në një moshë të caktuar, nuk kanë të ardhurat, që mendoj që prindrit e zonjës kanë edhe një pension të caktuar që mund të jetë normalisht i mirë, mesatar, por që
për moshën që kanë, është i mjaftueshëm. Pra, ligji detyron të afërmit? I detyron në radhë, sipas radhës gjendjes familjare. Pra, detyron fëmijët në mënyrë të barabartë që të kontribojnë për fëmijët. Në momentin që këta kontribojnë, janë prezent edhe fizikisht, edhe eventualisht në rast se kanë nevoja ekonomike e tjerë. Unë mendoj që zonja më shumë ka e para njëherë që mua më gëzon fakti që ky bëhet fenomen. Pra flitet që rastet janë, do jenë dhe do vinë edhe më keq. Kështu që në këtë kontekst mendoj që zonja... Pra duhet një paketë ligjore e mirë menduar. Patjetër. Thash, paketa ligjore ekziston. Për zonjën mendoj që është më shumë një fenomen edhe një zgjidhje praktike. Kur flasim për paketën ligjore, përfshim edhe strukturat shtetërore në mbështetje të moshimit. Në lidhje me pretendimin e zonjës që thanë në lidhje me ambulancën, për shembull ambulanca e ka të rregulluar tashmë se më përpara nuk e kishte, duke parë fenomenin, në qoftë se ka një, le të themi një gjilpër që babai e saj apo nëna e saj nuk munden të shkojnë në ambulancë, ta bëjnë, lajmërojnë mjekun e familjes dhe i shkon infermierin në shtëpi. Pra e kanë zgjidhur disi, ose nëse ka një plag të rëndë, lajmëron mjekun e familjes, ja bën prezente dhe përsërisht shkojnë në shtëpi. Më shumë e ka social, sepse prindrit nuk pranojnë, po ka edhe një gjë, unë e mendoj prap nga ana sociale që ishte edhe, ndoshta edhe duhet ta flasim më shumë psikologja, po nga ana sociale e mendoj që në një moshë të caktuar kemi qenë ne fëmijë dhe kanë vendosur prindrit për ne. Kështu që tani vjen një moshë që ne duhet të vendosim për prindrit tanë kur duhet të ndaloj, se ti e përmend pak atë ligjin që ligji një të moshuarit që mund t'i drejtohen gjykatës sipas radhës që vjen fëmia, në qoftë se çifti nuk ka fëmijë, pastaj kalojmë tek motrat, tek vëllezërit edhe tek dytësorët e tretësorët që i detyron të përkujdesen gjykata që të përkujdesen edhe nga ana financiare dhe nga ana praktike. Edhe nga ana praktike. Mos është një baraspeshje atij ligjit që që prindi detyrohet të kontribojë dhe të jetë kujdestar ligjor dhe ekonomik deri në moshën 18 në rastet që nuk vazhdohet shkolla dhe 25 nëse janë në shkollë të lartë. Patjetër që janë prindër që kujdesen për fëmijët, por pikërisht, dhe pastaj është ligji që pretendon të moshuarit ose invalidët ose personat që kanë nevojë ekonomike në familje dhe ka familjar nuk munden ta përballojnë vetë, ata mund t'i drejtojnë gjykatës edhe gjykata i anoncon që familjarët e afërt jam e para ose e vetmja që e flasin vazhdimisht këtë ligj zonja Ana, por unë dua të di nga ana jote sa e praktikuar është. Referuar gjykatës së Tiranës, por edhe gjykatës së rretheve. Gjithmonë e praktikuar flasim nga ana sociale sepse është një produkt social tashmë. Jo, ka praktika të tilla në gjykatë? Ligjore, po patjetër që ka. Një vetë personalisht, se mua më duket sikur mosha e tretë bobo, nuk duam t'i çojmë fëmijët në gjykate. Janë pak më të rezervuar. Por që janë shumë më të rralla janë. Po. Sepse për fëmijët, për shembull, kur divorcohen prindrit është fenomen. Si e presin palët një ngritje pa dije, një objekt pa dije të tillë, si e presin palët? Tani ata nuk është se që nuk kontribojnë me dëshirën e tyre, dhe kështu që kanë edhe probleme me njëri tjetrin, patjetër që e presin jo natyrshëm, me arrogancë, nuk duan që të kontribojnë. Ashtu, a? Patjetër ka edhe shumë. Në sallën e gjyqit ku përballen dhe ishe në sy prindrit si? Në momentin që nuk duan të kontribojnë dhe kanë mundësinë, ata e kanë bërë me dëshirë, prandaj edhe detyrohen që shkojnë drejt seanca. Por kur gjykata vendos në favor të prindrit, si ndjehet fëmia? E vis nuk ka rëndësi se si ndjehet. Po, me përmbarues gjyqësor për të gjithë më zbatohet. Po është një praktikë shumë e rrallë. Pse? Pse ndodh kjo? Sepse prindrit janë më të ndjeshëm se sa fëmijët për prindrit në këto kohë. Kështu që prindrit e kanë shumë herë më të vështirë që të kërkojnë ndihmë, edhe shumë herë më të vështirë të shtrindorën dhe gjithmonë mendojnë që ai ka halle, mos ta rëndoj. Se praktika e kujdestarisë së fëmijëve në moshën 18 apo 25 vjeç është gjithmonë është fenomen. Me divorcin vjen pastaj edhe me divorci parashikon që me divorcin është edhe mirëria. Shkojnë paralel ato gjëra.
Po si mund të rregullohej, për shembull, që kjo praktikë gjyqësore që të moshuarit ti drejtoheshin gjykatës, mos të ishte kaq e egër, siç po më thua, është një praktikë e rrallë që i detyron prindërit për të mos i demaskuar fëmijët ose mos shkuar nëse quhet demaskim, në thonjza, se nuk është. Unë mendoj që se e përmendëm më parë shërbimin social, i cili është në çdo njësi të gjendjes civile. Shërbimi social zakonisht këto fenomenet e pleqjve nuk i evidenton fare dhe qëndrojnë në zyrë edhe po i thërrite zakonisht nuk shkojnë edhe në raste më të rënda se kaq. Se ky është një rast i moderuar që na bën neve të flasim për këtë rast që ta dinë edhe të gjithë të tjerët. Pra duhet ketë një sektor të veçantë. Por shërbimi social duhet jetë evident në poliklinika që të jetë edhe punonjësi social, edhe mjeku, edhe një ekip multidisiplinar. Eventualisht janë. Janë, është ky sektor. Po, është shërbimi social në çdo njësi të gjendjes civile. Jo, shërbimi social e di. Por nuk është eventualisht efikas, kjo është problemi. Sa funksionale. Nuk janë. Ti duhet ta lajmërosh, ta bërtasësh rastin që ata të gjenden. Dhe në raste të tilla nuk din të sillen, as nuk evidentojnë, as nuk kanë një libër, një database që të thonë që ky shërbimi social për shembull mund të bënte një koordinim që meqense është edhe zyra e papunësisë, ti drejtohej që kjo familje ka pleq edhe ka nevojë. Më gjini dikë që e ka të shënuar emrin tek papunësia, pikërisht. Që ti nuk mund të shkosh nga Shqipëria dhe të kujdesesh për fëmijë ose për të moshuar, sepse duhet kalosh pikërisht nga këto zyra që kanë një listë dhe lista vjen duke gjetur punë dikush, duke ulur pragu dhe po nuk e zauruan të gjithë njerëzit që kanë nevojë për punë, nuk mund të marrin një punëtor nga jashtë shtetit të tyre. Apo jo. Pra, ne po flasim gjithmonë për hallkën shtetërore dhe ne bëjmë me dije këtë edhe për rastin konkret, por edhe për të doli nga ajo e vetja në përgjithshme. Në një gazet që kanë nevojë për një rast të tillë dhe mund të tërheqi të interesuar të cilët e shikojnë dhe e marrin në telefon. Të vjen mirë që zonja 24 orët e fundit, përpara se të lidhej edhe me ne sot, ka telefonuar për të kuptuar më qartë se si funksionojnë këto shtëpitë e të moshuarve. Se dhe ato pas kanë bërë një pyetësor zonjës. Jo të gjithë janë në gjendje të kenë një staf për të përballuar, të paktën nëna është më e rënduar. Tashmë nuk është tabu. Përderisa edhe këto institucione janë për të mirën e rastit konkret, për shembull, apo të një rasti tjetër, unë mendoj që aty ka dhe shërbim mjekësor, edhe social, pavarësisht se cila qendër është edhe si janë sjelljet. Bravo, sepse kemi paralelizma që ka edhe problematika të caktuara në për këto qendrat sociale, por që të mos t'i stigmatizojmë në këtë rast, ti mendojmë pozitive, varet se cilën qendër zgjedh, atëherë edhe mund të jetë efikasitet. Po apeli që bëri zonja për një çift që ndoshta mund të shkojnë dhe të jetojnë me ose pa fëmijë, kjo do jetë produkt tani për gjithë shoqërinë shqiptare, se kështu e zgjidhin të gjithë. Kanë strehimin, kanë ushqimin, kanë rrogën. Patjetër që do të jetë zgjidhje edhe për dikë tjetër që do të arrijë qytetin dhe nuk arrin pasi nuk ka kushte ekonomike. Është një ndihmë dhe për ata. Njihen dhe dy familje ndërmjet njëri tjetrit edhe nuk i dihet se si. Ky është fenomen në botë. Ky është një risk pak se kohët e fundit kemi parë në fakt edhe monitorimin e të moshuarve që i kanë lënë një kujdestar dhe mënyra se si kujdestari pastaj i trajton të moshuarit edhe kjo është problem. Po mendove gjithmonë negativisht, jo, sepse të gjithë bëjmë një jo, edhe brenda qendrave kanë ndodhur që janë trajtuar keq të moshuarit, kemi dhe fëmijë që kanë trajtuar keq prindrit e tyre, se i kemi trajtuar në këtë studio, ne nuk po mendojmë negativisht, por që frika mbetet gjithmonë e madhe. Absolutisht që po. Po duhet kalojnë në disa filtra që... Në disa filtra, patjetër. Në terma besueshmërie dhe përgjegjshmërie. Patjetër. Mirë, e kam zonjën në lidhje, nuk e di a do t'i bashkohet bisedës tonë? Po, jam këtu, bile jam duke dhe mamit drekën për të atësuar. Atëherë, ti bëj mirë. Po, ti bëj mirë, thot edhe psikologja, themi dhe ne nga studio emisionit, prandaj, diçka të fundit për të më thënë, se si që ushjeni ju nënën tuaj, nuk do ta ushjej asnjë. Ma vjen mirë që ju bëj i kapni në pika, dhe më të gjitha pikat në halka duke i bëj nga një analizë. Por do thoja edhe këtë që në qësë është një ide e parë, për herë të parë që ju e hasni në këtë emisiona për në këtë çështje,
unë e mendoj shpesh të gjë që kjo hallka e zinxhirit social është ndihmes për shumë familje, nuk është vetëm për mua në këtë rast. Po edhe për shembull të ka për shembullin që këtu në Tiranë ke vjetra të moshuar që rinë të vetmuar. Ndërkohë ke mbi qindra që vinë edhe ka nevojë një familje re që vjen dhe do të integrohet në Tiranë për shumë arsye ose dikush njëri nga çifti ka gjetur një punë dhe po nuk ka shtëpi. Jam e sigurt që një familjar ta di që është nevojtar dikush për një ambient, për një shtëpi, për të jetuar i bashkohet një të moshuari, është gjë shumë e mirë, si dikur që është bërë, ta thash pak më parë, ndoshta e përfrit veten, që dikur u bë kjo lloj lidhje me fëmijët adoleshentë që ishin pa u bërë, pa shkuar te 18 vjeç, që kanë shkuar në familje që kanë ndihmuar në Europë dhe në Perëndim në Amerikë. Pikërisht për këtë që për të lidhur për të bërë këtë zinxhirin e reciproke, të kënaqësive reciproke, pra të nevojave reciproke, pra ai që shkon ka nevojë të integrohet, pra nëse dikush do të vinë në Tiranë integrohet në një familje që ka nevojë për të kujdesur, pra ata edhe kujdesen, por ndërkohë edhe fillojnë të integrohen në shoqëri në vendin e punës që mund të kenë, apo një student. Do jetë barë, por nëse dikush është pa punë nga çifti, pse jo? Pra janë të hallka që po të jetë në pjesën e sistemit social të regjistruara këto bëhen në çdo lloj zone, kryeqytet, qytet apo fshat. Mirë, ne do mbetemi në pritje të ofertës që ti the, një çift apo një familje që kërkon të strehohet diku, të ketë kushte të mira. Po, sepse shtëpia është e madhe, ata do kenë ambientin e vet, dhe mira sepse kjo ide më ka lindur që në përgjithësi kur janë marrë pronat në fund fare dhe njerëzit i kanë ngelur togat deri, kanë lënë dikë që i merr pronën, e punon dhe këto dhe thjesht pasen në kujdeset për pronën. Pra nga kjo më lindi ideja përveç të tjerave. Dhe personi jeton aty sa të doj dhe e përdor tokën e këto si të doj në kuptimin që e mbjell, e ushqet apo shet në një gjë si të doj. Për moshimin dhe për çdo fenomen të shoqërisë nëpërmjet aktualitetit edhe gjithë personazheve në 26 vite, kemi trajtuar paksa ndryshe moshën e tretë, vërtet duke sjellë përvojën tënde personale zonjë, por duke e zgjeruar për ndihmuar dhe gjithë ata që na kanë ndjekur drejt për së drejti. Falenderoj zonjën Ana Pertena, avokatën tonë që ishte pranishme ditën e sotme me komentin e saj, po ashtu edhe psikologin Irena Shanaj. Falenderoj dhe zonjën që i kishim drejt për së drejti, duke uruar një shërim sa më të shpejtë babait, rikuperimin e tij, sepse është gjithmonë në mbështetje të nënës, por edhe të nënës tuaj. Faleminderit zonjë, do presim telefonatat kush do të na kontaktojë që kërkon të jetë kujdestar i prindërve të tu, qoftë një familje me fëmijë ose pa fëmijë, qoftë njëri nga bashkëshortët të jeti punësuar dhe personi tjetër të jeti pa punësuar dhe të punësohet tek ju, përkundrejt një pagesë dhe besueshmërisë. Të përshëndes nga studio emisionit Me Zemër të Hapur. Faleminderit edhe ju që na keni ndjekur ditën e sotme drejt për së drejti në ekranin e televizionit informativ më të madh në vend, televizionit News 24. Bashkë do takojmë në ditët të vijim. Deri atëherë miru takofshëm.